Të dy kanë ardhur në pushtet me mashtrime, aty këtu dhe me ndonjë tradhti të vogël të subjektet të tyre, tash në këtë rast të Vjosa, edhe kanë mri kulmin e pushtetit, të cilit nuk i qëndruan besnik në raport me popullin. E manipuluan popullin atëherë, e manipulojnë popullin sot. Do të do thaj edhe krejtësisht në fond të kësaj interviste, çfarë rezultate preta këja, çfarë lloj përqindje, mbas është vështirë të thuhet me numër, por cilat janë pritjet reale? Jo, për shembull, sikur të mos ishte ajo frika e keqpërdorimit të votave të mërgatës, siç e thash më herët atyre nëpër ambasada dhe me postë, është shumë lehtë të vihet një prognozë, për shembull, parafërsisht plus minus 1%, mirë po unë mendoj që nga informacionet që kam në terren, edhe shumë subjekte tjera politike të cilat do të votojnë aleancën kësaj radhe, dikush don të solidarizohet me këtë parti, dikush mendon që është i vetmi lider Ramush Haradinaj i cili mund të stopojë çdo zgjedhje karate në dëm të shtetit, dhe kam shumë informacione, telefonata, mesazhe nga vendet e Evropës, shqiptarët tanë atje, nga tereni nëpër Kosovë, që kësaj radhe ata nuk do ta ndrojnë partinë, bindjen, por do të votojnë për aleancën, kështu që unë mendoj që të paktën 12% do të ketë aleancë.